Kandidati socialist Tërmet Peçi në kuadër të takimeve elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit është ndalur në fshatin mashkullor të njësisë administrative CEPO, ku ka kërkuar votën për Partinë Socialiste, ndërsa ka premtuar se për gjithë njësitë administrative do të punoj ashtu siç punoi për Tepelenën gjatë drejtimit të saj për 3 mandate e gjysmë. Mbështesim tek puna që kemi bërë dhe do të bëjmë në këto 4 vjetë të ardhshme. Tërmeti është fjalë mbajtur e telefon hapur. Zona jonë është gjithmonë zonë e hallë me probleme, nga më të ndryshme dhe gjithmonë deputetët kanë ardhur, janë prezantuar, kanë ikur dhe kanë parë punën e tyre. Të rrallën nga deputet që kanë kthyer syt nga zona jonë për të gjitha hallet dhe problemet që ne kemi pasur. Telefonin e mban hapur, fjalën e ka të mbajtur atë që thotë bë, dhe kështu këto janë motive që ne jemi të detyruar, po edhe të motivuar që votën t'i japim Tërmet Peçi. Në përvojën e eksperiencës time do të jap maksimumin që të jem një zë, të jem një mik, e mbi të gjitha të jem një punëtor dhe një shërbëtor i denj për të gjithë qarku. Dhe të maksimizojmë çdo votë për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, unë do të kem privilegj që sa do pak ai kontributi im i vënë në provë atje, të më jepet mundësia që t'ja kthej vrapsh këtij komuniteti të mrekullueshëm. Dhe në vazhdimsi, ato që bëra në Tepelen, do ta bëj në mashkullor dhe do ta bëj në të gjithë njësitë administrative të qarkut tonë të mrekullueshëm. Datën 11 me besimin tuaj, e shikoni të arsyeshme që unë mund të jem i denj për të përfaqësuar dhe vota juaj për mua nuk është privilegj, nuk është ofriq, nuk është salltanet, për mua është përgjegjësi, është punë dhe është fjalë e mbajtur për të dhënë. E përsëris të 10 herë, sadopak kontribut, mirënjohje, punë të pandërprerë për ditë, për orë, për javë, për muaj, për gjithë të qartë të mrekullueshëm.